Almanaku. On this day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Në vitin 927 ndron jetë Simeoni I Madh, udhëheqësi I parë bullgar I shpallur perandor. Fushatat e tij të suksesshme çuan në zgjerimin e perandorisë bullgare, duke bërë atë shtetin më të fuqishëm në Evropën lindore të asaj kohe. Në vitin 1328, Filipi VI kurorëzohet mbreti I Francës. Në vitin 1703, car Pjetri I Madh themelon qytetin e Shën Petersburgut. Më 1924, qyteti do t'i jepej emri Leningrad dhe pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik do të quhej përsëri Shën Petersburg. 1860, Giuseppe Garibaldi fillon sulmin e tij në Palermo, Sicili, si pjesë e fushatës për bashkimin e Italisë. 1905 fillon lufta japonezo-ruse, përkatësisht betejë e Tsushimas. 1930 hapet për publiku ndërtesa Chrysler në New York. Struktura më e lartë e bërë nga dora e njeriu deri në atë kohë ishte 319 metra. 1937 në Kaliforni ura Golden Gate hapet për trafikun e këmbësorëve, duke krijuar një lidhje jetike midis San Franciscos dhe Kontes Marin. 1942 lufta e dytë botërore, operacioni Anthropoid, shefi I sigurimit nazist gjerman Reinhard Heydrich plagoset rënd në Prag dhe ndron jetë 8 ditë më vonë. 1967, aeroplan mbajtëse amerikane USS John Fitzgerald Kennedy u përrua nga Jacqueline Kennedy dhe bija Caroline. 1995, në Culpeper, Virginia, aktori Christopher Reeve paralizohet nga qafa e poshtë pasi bie nga kali në një gar hipizmi. Reeve njihet kryesisht për rolin e Supermanit Clark në filmin me të njëjtin titull. 1997, ekspedita e parë e grave arrin me sukses në Polin e Veriut. 1999, gjykata e OKB-s mbi krimet e luftës në Hag konfirmoi se ka paditur presidentin jugosllav Slobodan Milošević si kriminal lufte. 2003, ndron jetë në Rom kompozitori Luciano Berio. 2012, reagimet e ashpra në Greqi ndaj fjalimit të Lagarde, shefes së FMN-s. Ajo akuzoi Greqinë si shtet I papërgjegjshëm dhe që kërkoi justifikime për të shmangur pagesën e taksave. 2018, Giuseppe Conte merr përsëri mandatin e tij qeveritar pas vetos në Paolo Savona.